Është një finale prestigji, është një finale ku si kanë emocione, si ka ajo që skuadra do të përdorë fushën e lojës, por fituesi gjithmonë merr një suport, në rastin konkret moral, në një sfidë ku luajnë dy nga skuadrat më të mira të ligës së futbollit në botë, në finalen e Superkupës së Shqipërisë. Egnatia Dinamo, një përshëndetje miq nga unë Albin Hasani, drejt për drejt nga arena kombëtare në kryeqytet, në emocionet e kësaj përballje. Së bashku në koment me mua do t'jetë dhe Ardi Beari, specialisti i futbollit. Beari, përshëndetje, çfarë presim sot? Mirëmbrëma Alban, presim një nga ndeshjet më të bukura, në paktën në mendimin tim, sepse bazohem te dy skuadrat që i kanë dhënë tonus të kampionatit, në performancët e tyre, në kontingentin që kanë dhe në urinë që kanë të dyja skuadrat të fituar trofeun. Dëshiroj spektakël në të organizuar në këtë përballje me emocionet dhe paktësinë atë që duron spektakël në arenën kombëtare, ndërkohë tashmë është momenti i himnit kombëtar. Ndërmjet 13 të Egnatias dhe Dinamo City këndojnë himnin kombëtar shqiptar. Me emocionet e himnit kombëtar zpresin në fushë fituesit e kampionatit Egnatia, në krahun tjetër fituesit e Kupës së Shqipërisë dhe përballja e Kupës së Shqipërisë ka qenë një duel mes të tyjave, aty ku Dinamo ka fituar fal 11 metrashave përballë skuadrës Rogozhinas. Zpresim me formacionet më të mira në fushën e lojës, është momenti që të njohim edhe formacionet, pashtu edhe gjyqtarët e kësaj sfide që i shohim plan parë me ndërkombëtarin Enia Jorgji, por fillimisht dhe mendimin e regjisë do të jemi me formacionet dhe për të nisur pikërisht nga kampionet e Shqipërisë Egnatia Dajsinani por Ndreca Xhemali Sota Fanga në mbrojtje, Fernando Aleksi së bashku me Ruçin janë tre lojtarët të cilët janë të pozicionuar në mesfush, ndërkohë që Albaneze, Bakayoko dhe Selmani pjesa ofensivës në krahun tjetër Dinamo luan me Teqa, Maliqi, Dita, Teksiera dhe në mbrojtje Karamba, Nani, Qefalia në mesfush, Bregu, një 10 i deklaruar pas Guindos dhe Berishës në formacionin e teknikut Ilir Daja. Gjykon ndërkombëtari Enia Jorgji, ndihmuar nga Denis Reza dhe Ridiger Çoka, Eugene Xhaja, gjyqtari 4 do tjetë Kreshtik Bajramaj, ndërkombëtari i Varit sot së bashku me Emanuela Rusto në Avar, ndërkohë që janë Marius Sulejmani dhe Sokol Jareci të dërguarit të Federatës Shqiptare të Futbollit në rolin e vëzhguesit dhe delegatit
Beari duket se zbresin në fush 11 më të mira të mundshme. Absolutisht po, të gatshme për të rrëmbyer trofeun dhe me njerë vërim të Egnatia që ka 2 ndryshime nga ndeshja e kampionatit kundër Teutës, nuk luan Gruda dhe Kryeziu dhe vendin e tyre është Albaneze dhe Fernando. Te Dinamo kemi vetëm një ndryshim që kemi Vilën jashtë dhe në vendin e tij luan Bernard Berisha, një lojtar me shumë eksperiencë dhe vlerë shtuara e kampionatit. Vjen sinjalizimi e Nia Jorgjit nis në arenën kombëtare. Superkupa e Shqipërisë, Egnatia Dinamo me Rogozhinasi që provojnë fare të shfaqen përpara, mbyll me njëra aty Dita dhe të shohim Dita Maliqi Nani në rolin e një mbrojtësi djathtë, ndoshta një vendosje që mund ta surprizojë Lirdaja në nisje. Po sigurisht që është një, po Nani nuk mendoj që do të vendoset këtu, është më lart në pozicionim, por ajo që është e rëndësishme është pozicionimi i Bregut, që ka të njëjtin funksion me ndeshjen e kaluar, duke hequr mundësinë e Aleksit për të organizuar lojën nga poshtë. Fernando provon gjej albanezët me njëherë drejt Bakayokos, në pasime vertikale ftohet edhe një tjetër Fernando. Opsioni është Xhemaili, tjetër gon topin tek Dajsinani. Mes shtyllave një nga portierët më të mirë të kampionatit me Sirena Mercatoje e konfirmuar edhe nga drejtori Zenela që mund të jetë një nga largimet e Rogozhinasve pikërisht në këtë Mercato të janarit së bashku me Xhemaili në qendërmbrojtësin i cili edhe ai ka kërkesa për sa i përket skuadrave të tjera. Shikojmë Alban që Dinamo tregohet agresive në fazën mbrojtëse me presionin lartë, sidomos të dy sulmuesve për të hequr mundësinë e nisjes së aksionit në poshtë. Bakayoko, ky kërsim është i dobët i numrit 9, nuk është kombati më mirë, gjithsesi Egnatia provon të shfaqet i shqetësuar i Lirdaja për mënyrën si kundërshtari arriti të shfaqej deri në fundore, ndoshta një lëvizje jo e mirë e kapitenit Dita në markimin e kundërshtarit, bëri zhvillimin e aksionit për skuadrën Rogozhinase. Shohim qëndrojnë lart, nuk e lejojnë kundërshtarin për të nisur manovrën dhe në këtë mënyrë Neziri humbet topin, por fiton të drejtën e një rivënie ansore. Topi takon edhe një tjetër skuadrës së Dinamos, duket gjithçka e përgatitur në detaj në nisje të sfidës me skuadra që nuk kërkojnë të lënë hapësira për kundërshtarin. Fernando, topi shkon mbrapa, aty ku Dajsinani e vën kontroll dhe kërkon me qetësinë e tij për gjetur një pasim të sigurt. Nuk fitohet Dajsinani, jep kohë aktive për të vendosur dhe për të kërkuar topin në një zonë të sigurt. Preferon një top gjallë të erë drejt Bakayokos në dueli me Ditën. Bakayoko në 2 momente provon të shërbejë albaneze, ndërhyn dhe Nani. Shohim vjen Albano Aleksi, fiton atë top Albaneze brenda zonës, Albaneze nga një pozicion i tillë rrezikoi dhe shënoi në sfidën e kaluar këtë herë e ndal Teqa. Alban po vuan Dinamo në krahun e djathtë të saj, po edhe për shkak të përqendrimit të forcave në krahun e majt. Shikojmë një rotacion një zbritje të Fernandos në krahun e majt që krijon superioritet numerik dhe vertikalizon në zonën e përfundimit të aksionit. Shohim daljen në hapësirën e ka Neziri, fiton metrat, por ka bën moment e parë, korrigjon në të dytin, ky pasim drejt Guindos, Bregu! Edison Dreca, e më pas Xhemaili provojnë të largojnë rrezikun me fangajn në vijimin e aksionit, por Dinamo në një mundësi mjaft të mirë me Nezirin që i fiton metrat, i vendosur në linjën e majt, arrin të depërtojë deri në zonë të shërbejë për Guindon. Përsa goditja Devi Bregu nuk është nga ato që jemi mësuar zakonisht vrastaret e tij të zakonshme të kthyer në 2 sezonet e fundit. Edhe një tjetër provon Dinamo me Nanin, i shkon Dreca pra Nani e ka topin kontroll. Me forcë provon ta mbaj, por ka faull tot asistenti Rexha, i takon Dinamos në krahun e djathtë të sulmit. Plani parë për Nanin. Vazhdon Neziri të bëjë një performancë të shkëlqyer, vlerë shtuar e kësaj Dinamo, jo më kot Daja ka këmbgulur në aktivizimin e tij, duke lënë jashtë as më pak as më shumë, po Loran që ka qenë një nga lojtarët kryesorë Dinamos. Dhe pam një inkursion të tij në krahun e majt që solli një përshtellim, një vendosje jo e mirë e Ignatiës në qendër dhe ishte rasti i parë i ndeshjes.
Qojmë diçka nuk shkon përse përket fushës, ka një komunikim mes delegatit Sulejmani dhe kryesorit Enia Jorgji, por do të nisë me këtë goditje të lirë, largohet Qefalia, vjen Arkimi Bregu në shtyllën e parë, Qefalia ka në kontroll, provon të shërbej, vjen kjo djathtë, Dajsinani, Berisha goditja jashkon, kërcënueshëm, 2 momente të mira për Dinamon. Një udhtim në brava vjen e Ignatius, provoj me goditje nga distanca, për pas nga brenda zonës, por duhet thënë që Dajsinani jo më kodë është ai që kërkohet. Absolutisht po, absolutisht, cekëm edhe në komendi para ndeshjes, por gjithsesi e ka vërtetuar në të gjithë performancën e tij, sidomos te Ignatia. Dhe jo më kodë janë mbrojtja më mirë kampionatit të skuadra Rogozhinase së bashku me Elbasanin, ndërsa sot luajnë përballë sulmit më të mirë të kampionatit. Në 18 javët të zhvilluara, skuadrës e Dinamos me 27 gola të shënuar, ndërkohë që Ignatia ka pësuar 11, pajsa Elbasani ka shënuar 23, ndërkohë që Dinamovitet kanë pësuar vetëm 1 gol më shumë se sa skuadra Rogozhinase në 18 javët të zhvilluara deri në këto momente. Alban, vlem për të përmendur që edhe pse i ka kualitetet në dy krahët, por shikojmë që Daja krahun e fortë të lojës sot e ka në krahun e majt. Atje ku me pjesëmarrjen e Nezirit dhe me zhvendosjen sidomos të Bregut krijon situata shumë të rrezikshme. Teqja me këtë top gjatë drejt Berishës, gjen Guindo në sakt, ndreca, Guindo, shojnë Berisha përfiton, nuk ka faull të Jorgji, vjen lojë, ndërkohë që Berisha është i shtrirë, kërkon një kontakt, Tetova i shqetësuar, si asnjëherë më parë në këmbë nga minuta e parë në udhëzime me këmbë me duar për të tërhequr vëmendjen e tyre, ndërkohë që Berisha vjen tjetër i shtrirë, nuk e dim se nëse është një moment i cili do të kërkojë edhe situatë e cila mund të kalojë nëpërmjet sistemit VAR, mbetet për tu parë, kur shohim dhe pamjen që vjen nga tribuna qendrore me presidentët e të dyja skuadrave, gjithashtu dhe presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, i pranishëm sot në këtë finale të Superkupës. Për të sqaruar pozicionimi i Nanit Alban, që në fazën mbrojtëse vini rreshtohet në linjën e mbrojtjes. Për shkak se Ignatia me pjesëmarrjen e Ruçit në linjën e parë të sulmit bën një sulm me 4 lojtarë dhe patjetër që Daja është i impenjuar që të vendos një lojtar më shumë në linjën e mbrojtjes. Ky është momenti i Beari kur kërkohet faull nga Berisha, ndërsa ndjekim edhe një herë tjetër atë shërbim të Qefalis me goditjen që erdhi më pas nga jashtë zonës dhe zhvillimin e aksionit që u mbyll me Berishën në goditje, por është një situatë që për Enia Jorgjin, për sa i përket atij momenti ku ndoshta diçka më shumë kërkuan, ndoshta për një lojtar i cili mund të hiqte mundësinë e shënimit Berishës, por në një numër të konsiderueshëm lojtarësh. Absolutisht, po ishte një dyluftim normal. Një situatë normale, ndërkohë ky është Andre Teksiras, personazhi i cili goditi nga distanca pak çaste më parë. Që duhet thënë që goditja e dënimit ishte me skem, pjesëmarrja e Qefalis në atë zonë të fushës ka parashikuar që topi do të shkonte aty te pike parë e zonës. E thamë edhe më herë, gjithçka e detajuar, asgjë për t'ia lënë rastësisë me 2-3 njerëz që na kanë mësuar të jenë detajistë atë që kurojnë në manovrat e tyre, si në fazën ofensive edhe atë defensive. Është Ignatia me topin kontroll, luan me një lojtar më pak të fushën e lojës në mungesë të Berishës, skuadra e Dinamos, ndërkohë që Dita pas siguri dhe vjen ky topi fituar nga Ruçi, goditje! 1-0, shënon ai Flamur Ruçi, e kërkoi Këmbuli dhe i gjeti golin. Falja Këmbuljes së tij, 1-0 e 90 minutë dhe gabohet aty në qendër të mbrojtjes. Një shkitje Alban, një shkitje Ditës, një kovones në presion, këmbgulje e Ruçit deri në pafundësi dhe i del një okazion i tillë që e shfrytëzon me qetësi maksimale. Jo më kot Ruçi ka fituar një vend titullari dhe është shkrirë në manovrat e Tetovës, sepse është ai lojtar që kap ato zonat bosh në linjën e parë të sulmit. Dhe më kujtua një situatë Dinamo përballë Dukut Splitit në Kroaci,
pikërisht nga një pakujdesie e ditës unë shkua Dinamo dhe duket se është një situatë e ngjashme me një Dinamo që ishte në momentin më të mirë, me një Dinamo që kishte dy mundësi të ardha shënimi. Shohim edhe një herë tjetër këmbulja Flamuruçi dhe goli i realizuar nga ana e sulmuesit i cili tashmë kalon skuadrën e tij në avantazh me shifrat 1-0. Nis në këtë mënyrë pa kaluar ende 10 minutat e para të përballjes gjen golin Ruçi, një kalojtar i cili erdhi për të zëvendësuar ndoshta Regil Lushkën deri diku të kënaqur, por në rritje të vazhdueshme dhe sot tregon pjekuri, tregon maturi, mbi të gjitha arrin të jetë protagonist në një finale. Provon Dinamo, kërkohet Guindo, shohim në drejtim në shpejtësisë me Sotën. E mbrin topin, e mban brenda vijave kufizuese, por më pas se humbasin lojtarët e Dinamos dhe kemi goditje nga këndi, gabojnë tek Egnatia. Ka ritëm Alban, ka ritëm, shikojmë sa në njërën por dhe tjetër, ka dinamika taktike, ka raste në 10 minuta, ka shumë raste nuk i kishim hasur në ndeshjet e kampionatit. Vjen goli për Flamuruçin, kishte shënuar për herë të fundit në përballje ndaj skuadrës së Vorës, gjithashtu ka shënuar ndaj skuadrës së Tibylis. Kërkojnë të skem Qefalia, me aty topi vjen Karamba! Në shtyll dalet, çfarë mundësie vjen aksioni, Berisha Tajsinani, nuk kanë të ndalur goditjet e drejt portës, por Egnatia del në këtë mënyrë special albanezes, vjen mbështetja Ndrecës për të topi, çon kundërsul me një drejt Bakayokos, mbyll në ziri, zgjedh Dinamo në prapavi, por një ndeshje që kalon nga një raport në tjetrën, në rrufe me një shpejtësi maramundse për të kaluar në një tjetër rast nga njëri krah në krahun tjetër dhe Nani shfaqet në anët e zonës kundërshtare, ka kontrollin topit, përballë tij është Fernando. Nani fton Maliqin, pritet arkimi, arsyeton Maliqi, gjen në Karambën, në të majt aty ku ndodhet Neziri. Neziri e umbet topin, Fangaj, edhe i gabon, i takon sërish Dinamos, Bruno Dita, Qefalia, provon gjej Berishën, në mbyll aty, mjaft mirë Sota, shohim Dita rikuperon, Bruno Dita, Bregu, Qefalia, Nani, zhvendoset nga qendra, Nani provon të mbyll atë mur, lëvizja është mjaft e zgjuar e Xhemailit. Gjithsesi mund të ishte një zgjidhje më e mirë nëse do pasojë te Bregu dhe Nani të ishte me pjesëmarrje në zonë për të krijuar pak kaos në zonën e Egnatiës, e cila për hir të së vërtetë është e mirë vendosur mbrapa. Një Egnatia e cila qëndron në mjaft mirë, një Egnatia e cila po arrin të mos dëshkohet nga kundërshtarët, duhet thënë që mundësitë e Dinamos kanë qenë disa në këto 12-13 minuta të zhvilluara. Kujtojmë dhe pak çaste më para të goditjet Karambës, e cila u ndal në shtyll duke i mohuar golin skuadrës Dinamovite në këtë ballafaqim të sotëm. Dhe një tjetër goditje standarde ekzekutuar me skem. Është gjithçka në atë që Daja kërkon tek skuadra e Dinamos, mungon vetëm goli për të sjell në një farë mënyre të gjithë përpjekjen e asaj që është punuar në stancat servitore për të mbritur deri në këtë finale. Luhet takimi i tretë për sa i përket sezonit, duhet thënë, pasi në dy ndeshjet e kampionatit, fillimisht në Arena Egnatia është mbyllur në barazim 0-0, ndërkohë që në këtë stadium Egnatia fitoi me rezultatin 2-1 kur albaneze shënonte 2 herë dhe realizonte pikërisht Kevin Qefalia për skuadrën e Dinamos, për një gol i cili ishte erdhi shumë vonë dhe nuk i dha mundësi Dinamos ndoshta për të mbyllur një ndeshje pa humbje në atë përballje. Vlen për të përmendur Alban që te zona e përfundimit të aksionit Egnatia është shumë agresive dhe në topat që humbet krijon aty presion dhe pressing te zona ku humbet topin dhe një nga ato rastet ishte edhe fitimi i topit nga Ruçi dhe shënimi i golit. Dhe kjo e bën që të administrojë energji, të krijojë raste atje në zonat e rrezikshme të Dinamos.
Kemi një faull i cili është nisur me shpejtësi nga Maliqi, ishte një ndërhyrje e ndresës ndaj Nanit me portugezin që u ndal në mënyrë të parregullt në vendimin e kryesorit Nia Jorgji. Shohim një skuadër e ngjeshur e Gnatja, qëndron lart mbrojtja ndërsa kërkohet top i gjatë drejt Devi Bregut dhe pikërisht në këtë mënyrë po kërkon skuadra e Dinamos të gjejë sulmuesit, ndalet në mënyrë të parregullt këtëherë Albano Aleksi. Gnatja tani po vendos skuadrën një 4-4-2 në një blok të mesëm kompakte, munduhet të mos marrë topa në qendër dhe i bën presion me ftesë. Dinamos i lë krahët e zonat anësore të fushës që ta luajë topin. Ky top i kthyer nga Aleksi jo në mënyrën e dur, gjithsesi me një lojtar dhe një portier si Dajsinani që vlerësohet një nga karakteristikat e tij më të mira, loja me këmbë. Nuk e ka të vështirë për ta kontrolluar topin dhe gjen më njëherë Xhemailin, i cili kërkon Bakayokon. Nuk arrin Bakayoko me kokë, ndërsa Andre Texiera gjen teqen krahun tjetër lehtësisht me kokë. Shkurtimisht portieri edhe një herë tjetër për portugezin për të rinisur manovrën tek skuadra e teknikut Ilir Daja. Neziri provon pak zhvendosin nga qendra, por fton edhe një herë Texierën në aksionin sulmues. Maliqi. Shkurtimisht për kapitenin Dita. Sërish Texiera. Topi gjatë drejt Guindo, provon ta ulej për Nanin. Nani del fitues në duelin me Ndrecën, ndërsa Xhemaili del fitues me Guindon. Maliqi, Qefalia nuk e mbrit topin, është Bakayoko në kontrollin e Dinamos, përfundon ku Devi Bregu ka mundësinë për të nisur Nani dhe bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Kontrollon Nani, prit arkimin i tij, vjen në qendër të zonës. Shohim Karamba e djathta ndalet, kërkohet topi Bregu me dorë, vjen aksionin e Nia Jorgji, ndërsa Albanese në duelin me Maliqin nuk ka faull i takon skuadrës së Dinamos. Ndërsa tekniku Daja ndoshta pret që kryesori Jorgji të komunikojnë me VAR-in për atë situatë kur u kërkoi një top i Bregu me dorë, por ndoshta nëse mund të kemi pasur një dorë, mund të qenë edhe jashtë zonë. Gjithsesi janë arbitrat për të vëzhguar gjithçka në atë që skuadrat pretendojnë në të dy krah. Topi edhe një tjetër për Dinamo në rivendim me duar qëndron e vendosur në gjysmën fushën e saj Gnatja në pritje. Ky është momenti i asaj që kanë kërkuar tek skuadra e Dinamos. Pamjet e qarta, gjithë e gjykojnë situatën. Shohim Fernandon, kërkohet Albanese, mbyll Maliqi. Qefalia kon me njërë Guindon, provon gjej Karambën, e merr mirë topin e Berisha. Aleksi, Ruçi, topa të humbur, por në fund Gnatja e vën kontroll. Mbrapa e dërgon Xhemaili tek Dajsinani. Shikojmë konfigurimin alban të Dinamos që është një 5-2-3 në fazë mbrojtëse dhe një 3-2-5 në fazë sulmuese, me pjesëmarrjen e Nanit në gjithë fashën e djathtë, i detyruar edhe nga pjesëmarrja e Ndrecës në fazën e sulmit për Gnatjen. Gnatja është një moment ku duhet të bëjë atë që di të bëjë më mirë, të administrojë rezultatin, të ulë ritmin e lojës duke mbajtur topin në zotërim. Shohim Aleksin në pozicionin e një mbrojtësit djathtë, por gjithmonë organizimin e manovrës, lëvizjet janë të kuptueshme, ndërsa Xhemaili e tepron këtu, por provon të rikuperojë vetë gjithçka e rregullt. Qefalia humbet një moment ekuilibrin. Shohim këtu Devi Bregu, Karamba, shohim daljen e Dinamos, ftohet Nani në duelin me Ndrecën, mbrapa topi Maliqi, më pas është Bruno Dita. Jemi në minutën e 19 të sfidës, 1-0 shifrat, vendos goli i Flamur Ruçit në minutën e 9, Maliqi. Edhe një tjetër, ftohet kapiteni Bruno Dita. Texiera për Karambën, një zonë pak të pasigur, gjithsesi gjen teqen mbrapa Karamba dhe ftohet me njëherë Dita. Kërkon sërish me qarkullimin e topit nga poshtë për të nisur manovrën. Dita gjen Guindon në pasimin e tij në duelin me Soto, por Ndreca edhe gon brapa tek Dajsinani. Presingu i Guindos, topi shkon tek Fanga, i provon Berisha të rikuperojë. Në rivendje me duar i takon Gnatjes sot kryesori e Nia Jorgji.
Vazhdon Dinamo, vazhdon të bëj pressing te zona e sulmuesit e saj, me dy sulmuesit kryesor, me Guindon dhe me Berishën, të cilët duhet thënë që janë me diferencë, me shpejtësi, me qendërmbrojtësat e Ignatias. Megjithatë, ata vazhdojnë të jenë të vendosur mirë. Shojnë tu Qefalia brenda zonës, Qefalia goditja ndal dreca, Qefalia Berisha. Goditje nga këndi, sërish nuk gjen golin Dinamo, e pabesueshme. Çfarë shpërderojnë kryeqytetasit në një tjetër mundësitar, në një tjetër dalje ku nuk vjen finalizimi, merit edhe kundërshtari ndoshta në ndim të njëri tjetrit tek Ignatia me Albano Aleksi që në këto momente ka probleme. Shohim edhe një tjetër me sa lehtësi depërton Qefalia, godet e mbyll ndreca, e kthen topin dhe me sa duket ka patur një top që ka dalë jashtë vijave kufizuese që në momentin e Qefalis ndjekim edhe njërë situatën dhe ndoshta këtu nëse do të përfundonte me aksioni me gol, mund të ishte vara i që të ndërhynte për të kuptuar. Gjithsesi Albani ishte një moment i vështirë, prap i dyti apo i treti në qendër të mbrojtjes së Ignatias dhe te sota pikërisht. Shohim Qefalin i cili ka topin kontroll në një tjetër aksion të Dinamos, provon këtë pasim, mbylli Rogozhinasit, ndërsa Maliqi provon të kuberoj topi tek Neziri, i cili kërkon një zonë të sigurt dhe ata e gjen tek portieri Teqa, i cili ndjen shqetësimin e Fernandos, por saktësisht e gjen anin pasimin e tij. Dita, edhe një tjetër mbrapa tek Teqa, zgjidhin në situatën prapavjen e tyre tek Dinamo dhe provojnë tashmë të organizohen sërish tek Sierra, Qefalia, edhe një tjetër portugezi, Berisha, i cili duhet të kthehet metra mbrapa, ndërsa Karamba me klasin dhe elegancën e tij në atë kontroll topit. Neziri e humbet topin, rivënë me duar për skuadrën Rogozhinase. Janë duke zhvilluar një ndeshje shumë mirë të dy mes fushorët e qendrës së Dinamos Alban, me pjesëmarrjen e tyre në fazën sulmuese si Qefalia dhe Karamba, duke alternuar me njëri tjetrin, bëjnë atë që të jenë të rrezikshëm në zonën e sulmit, po njëkohësisht të jetë gjithmonë njëri nga ata për ekuilibrat mbrojtës. Rinis me këtë ansore për skuadrën Rogozhinase, topi shkon mbrapa tek Sota, ndërkohë që Tetova dhe Braja në udhëzimet të skuadrës, ndërsa në të njëjtën gjë janë edhe dyshja Daja tek Dinamo me Glendajen që ndoshta diçka komunikon, ndoshta për t'i interpretuar diçka që mund të jetë përgatitur tek skuadra kryeqytetase për të ndryshuar në zhvillimin e lojës. Karamba nuk e merr si duhet topin, por e ka në kontroll tek Sierra. Shkon Ruçi për të bërë pressingun, topi shkon tek kapiteni Dita. Jemi në gjysmën e pjesës parë, vjojmë të mbetemi me rezultatin e minutës së 9, 1-0 për skuadrën Rogozhinase, vendos goli i Flamur Ruçi. Dita. Guindo ka një pasim të qendër për lëvizja e Devi Bregut, ishte më shpejt. Ruçi zbret Ignatia në krahun tjetër. Shohim Selmani provon të majtën. Rënqese. Kastriot Selmani. Rrezikshëm ai. Ishte interpretimi i shkëlqyer i Selmanit me këmbën e kundër, edhe pse shikojmë Tetovën që insiston për të shërbyer te Guindo dhe tek Bakayoko. Te Bakayoko, më fal, dhe nuk është i kënaqur me zgjidhjen që bëri Selmani. Gjithsesi ishte e bukur për ta parë. Një situatë e rrezikshme ku solli jo pak panik tek skuadra e Dinamos, ndërsa këtu Maliqi ndërlikon me atë top të mbajtur por gjen Karambën pasimin e tij. Zbret dhe Devi Bregu për të kërkuar topin. Berisha niset me shpejtësi Dinamo, por gabon Berisha. Karamba rikuperon edhe një tjetër, sërish për Berishën, i cili i provon të kalojë mes dy kundërshtarëve albaneze, ndal me faull. Topi takon Dinamos në goditje të lirë, provon të jap shpejtësi Berisha, por vonon Maliqi për ta nisur topin. E bën një gjë të tillë dhe dërgon brapa tek Dita. Më pas është Qefalia. Guindo, Bregu e mbyll Xhemali, Arbenit Xhemali, por Qefalia rifiton edhe një tjetër topin. Shohim duele të humbura në fund, është Dinamo, Qefalia, Guindo, jashtë.
nuk gjen kuadratin, tjetër zbritje, tjetër depërtim qendër me Guindon që vjen në pozicion goditës, por nuk gjen kuadratin. Gjithsesi Dinamo vijon të krijojë në këtë përballje 25 minutë. Absolutisht po, dhe janë në instiktet e sulmuesit që në ato zona aty do të godas sportin. Edhe pse kishte edhe një zgjidhje tjetër te shtylla e dytë ku ishin dy lojtarë të Dinamos të pamarkuar. Gjithsesi vazhdon të ketë ritëm Alban, vazhdon të jetë një ndeshje e hapur pavarësisht të rezultatit që dy skuadrat provojnë. Dy skuadra të cilat na kanë dhuruar futboll të bukur jo vetëm në këtë kampionat në 18 javë të zhvilluara, por në një kampionat edhe të kaluar, ndërsa shohim Fernando që depërtoi shumë metra, 70 metra me topë në këmbë, nga interpreton, ky është funksioni i lojtarit Alban. Zhvendoset si mbrojtësi majt dhe interpreton si mbrojtësi majt me topin në këmbë kur nuk ka kundërshtar që i bën presion, pavarësisht zgjedhjes që bëri me atë asistin që duhet ishte me mas. E vërtet janë momente dhe manovra të cilat Fernando tashmë e ka mësuar shpesh t'i zhvilloj, por këtë herë nuk u konkretizua, të paktën me një goditje drejt portës, ndërsa shohim presingun e skuadrës Rogozhinase që bë të mundur rifitimin e topit dhe më njëherë shkon drejt Fernandos, ai pasim kërkohet Ruçi, por ndërhyn në Neziri, Karamba, Qefalia, Teksiera, brapa tek Teqa i cili largon më njëherë në presingun e kundërshtarëve. Berisha humbet duelin me Sotën, fiton shtatëlarësia e Fjerakut të skuadrës Rogozhinase, ndërsa këtu është Selmani që e prek topin e fundit. Teksiera edhe njërë tjetër tek skuadra Dinamos. Shohim ditën Maliqi. Zbret edhe njërë tjetër poshtë topi tek portieri Teqa, i cili kërkon me njërë Nezirin, me Kokaj drejt qendrës, por e dorëzon tek Fernando. Shohim Fangaj, provon vertikalizimin, gjen Bakayoko! Kontroll dhe rrotullim perfekt, por jo konkretizim. Është kthimi Restos së Guindos. Është një njëti veprim, po themi, para zonës. Edhe këtu kemi një instinkt sulmuesi, pavarësisht se nëse do kishte mbyllur lojën e murit me Ruçin, do të ishte një rast shumë më i pastër se ky që prodhoi. Gjithsesi arriti të vijë mirë në pozicion goditës, por nuk ishte atë shinjesrën e dur, ndërsa Dinamo provon edhe një tjetër, ka të drejtën e rivendës me duart, vjen në qendrës të mesfushës me Maliqin që gjen Guindon, kontrollon edhe një tjetër lojtari nga Kosova topin, është Qefalia më pas, gjen Nezirin në krahun e majt, hapësirën e ka, shkon Fangaj për ta mbyllur, kthehet pas Neziri. Në duelin e dy kundërshtarëve e ka gjithsesi në kontroll Devi Bregu në gjen linjën e majt. Devi Bregu provon fundoren, gabon Devi Bregu, ndërsa kemi këtë fundore që i takon skuadrës Rogozhinase dhe portierit Dajsinani. Megjithatë Bregu Alban është duke bërë një volum shumë të madh në çmarkim, në lëvizje pa top për t'i shpëtuar mbulimit të Aleksit në ato zona ku ai bëhet gjithmonë i rrezikshëm. Edhe pse duhet thënë që deri tani që pak ka arritur ta fitojë topin në zonat e ndërmjet. Tek skuadra Dinamos janë dy mungesa që ndoshta mund të ishin dhe zgjedhje, tekniku Daja si Beqa dhe Gudjabi, ndërsa Naser Ali tashmë pritet vetëm në rinisje të kampionatit në vitin e ri kalendarik, pikërisht në 2026-ën, pas ndërhyrjes që ai ka bërë, por emret janë të mira pikërisht për Naser Alin, që në mbrojtësin e skuadrës Dinamos, por edhe lojtarin e ekipit tonë përfaqësues në grumullimet e fundit nga tekniku Silvini. Shohim albanezen, edhe një tjetër e merr topin numri 10 albaneze, dërgon tek Ndreca, vjen kërësimi, dërgon tek Sira Fernando, albaneze, Fernando, Gjemajli, edhe një tjetër albaneze, shohim ku ka dalë qendërmbrojtësi. Selmani, Fangaj, pritet Arkimi, vjen Karamba mbyll, më pas është Neziri, por Selmani e dërgon në rivendje anësore, kur kronometri shënon nisjen e minutës së 30.
Janë këto kombinimet Alban që japin kombinimet në zonën qendrore përballë afër 16 që së Dinamos që japin jo vetëm ritëm dhe bukurinë ndeshjes, po krijon edhe shumë rrezikshmëri. Në një zhdyshin e Ignatiës që e ka kthyer në perfeksion, është gjithmonë e rrezikshme në këto zona dhe nuk ka rëndësi kush merr pjesë, e rëndësishme kushdo që të interpretojë në atë mënyrë. Zbret Bregu për të nxjerrë situatën, për të nxjerrë skuadrën nga situatë, për të larguar topin nga zonë dhe Dinamo tashmë në krahun tjetër ka të drejtë në rivënies anësore. Guindo edhe një tjetër në kombinimin me Maliqin, tjetër top që shkon mbrapa. Shohim Zbret Xhemajli gjithmonë në ndjekje të Guindos, topat që shkojnë drejt të qendërshënuesit, sa këtu Bregu edhe një tjetër nuk ka kontrolin e topit, mbyllet nga Elion Sota, rivënie me duar për Ignatia në sërish do tjetë Abdurrahman Fangaj që do ta kryejë rivënie me duar. Është fleksibël Alban në linja e mbrojtjes së Dinamos të Ignatias, sepse në çdo rast që Sota apo Xhemajli futet në luftim është Aleksi ai që me mbylljet e thella e tij vendoset në linjën e mbrojtjes për të krijuar më shumë siguri. Një mbrojtje fleksibël me Fangajn që gjithmonë e shohim të spostuar si në qendër mes fushës, ndoshta edhe në një sulmues era herës janë ato të cilat Tetova kërkon vazhdimisht. Shohim tu Bregun, kalon Fernandon me topin kontroll dhe gjen saktësisht Nanin. Shohim Nani në duelin me Xhemajli, Nani e mbyll Xhemajli, vajvion Nani, por vjen dhe ndreca Xhemajli. Shohim ka fall thot gjyqtari, gabon portugezin atë të ndërhyrje ndaj Arbenit Xhemajli dhe kemi goditje të lirë, janë dy lojtarë të shtrirë në fushë tek skuadra Ignatiës, Xhemajli dhe Fernando. Nësa shohim edhe një tjetër, kjo është ndërhyrja e Xhemajlit. Një veprim i shkëlqyer në 1-1 në fazë mbrojtëse i Xhemajlit që tregon jo më kot është një lojtar që jo vetëm ka shërbyer për Ignatiën, jo vetëm mund të jetë i përkas edhe futbollit evropian pas një farë kohe, sepse meriton në gjithçka ka dhënë në këtë dhe në cilësitë që ai ka. Nuk ndjekim edhe një tjetër golin e Ruçit, por për të ndalur ndoshta tek Arbenit Xhemajli, një nga lojtarët i cili ka spikatur në prezantimin e tij tek skuadra e Ignatiës dhe jo më kot tek ajo që skuadra ka bërë përsa i përket titullit kampion. Dhe nëse shohim statistikat, është një kontroll i topit 63% me 37% në favor të skuadrës së Dinamos, ndërkohë që janë përsa i përket goditjeve drejt portës 3-1 në favor të skuadrës së Dinamos, ndërkohë që 2-2 jashtë kuadratit dhe pikërisht në të vetme goditjen në port ka gjetur golin skuadra Rogozhinase në këto statistikat deri tanishme deri në minutën e 32 të ndeshjes. Neziri ftohet edhe një tjetër Berisha, kontrolla ka topin. Berisha lëvizje mjaft e mirë, por shkon jashtë vijave kufizuese. Fangaj kërkon me një Ruçin. Ky për Selmanin, Ruçi sërish. Kam përshtypjen se mbajtja e topit zotrim Alban është e vërtet që në përqindje më të madhe është te Dinamo, por kemi parasysh faktin që Dinamo e mban në këtë zonën e fillimit të aksionit, ku edhe në një farë mënyre Ignatia duke vendosur në një blok të mesëm, ja ka lënë një hapësirë për ta mbajtur atë. Në të kundërt, Ignatia e ka shumë eficient qarkullimin e topit në zonat e rrezikshme para 16-qes së Dinamos. Gjithsesi, duhet thënë që janë 3 goditje në kuadrat ndër 5 në total tek skuadra Dinamos të prodhuara në gjysmëore lojë, ndoshta nuk janë të mjaftueshme, por gjithsesi janë shenja që një Dinamo funksionon dhe i ka shkuar pranë golit për ta bërë edhe më të bukur këtë përballje. Nësa këtu shohim kombinimin Nani Guindo, provon të niset Guindo, fton Devi Bregun, vjen dreca pranë tij, lëvizjet janë të mira të Bregun, kombinimi me Berishën. Bregu mes dy kundërshtarëve ndalet pa faull të gjyqtari. Albano Aleksi në zonë të rrezikshme mban topin për Gjen Fernando, më pas është Xhemajli. Provon ai të dalë, Nani pranë tij, ka tjetër faull në duelin mes Nanit dhe Xhemajlit. Topi i takon edhe një tjetër skuadrës Rogozhinase. Nuk citohen, ndoshta për pak frymarrje. Kapiteni i Rogozhinës Albano Aleksi që do të kryej këtë goditje të lirë
Shkon në pik pasimi. Gjen mjaft mirë Ruçin. Shohim në daljen e Fangajt për të është topi me njerë. Dhe është ajo pikërisht që trajneri Tetova gjithmonë kërkon nga linja e djathtë me pjesëmarrjen e Fangajt, ndërsa këtu gabohet në pasim. Shohim Qefalin provon të jap shpejtësi sulmit. Dhe vjen topi nga Fernando. Nani nuk e mbrir vetëm me duar, i takon në kryeqytetasve. Nuk u mbet kohë Nani, e dërgon me njëherë tek Maliqi. Ftohet Andre Teksiera, provon të shtyp përpara vet ai. Të ngrej skuadrën lart. Neziri. I thjen Neziri, ftohet Berisha, por Neziri vonon pasimin. Ishte një mbivendosje e Berishës në Grand e Majt, por nuk u shërbye nga ana e Nezirit. Edhe një tjetër kryeqytetasit, kapiteni Bruno Dita. Qefalia, brapa e dërgon tek Aldo Teqja. Teksiera, minutat kalojnë dhe është pikërisht ajo që përmendi dhe Ardi më parë, është kjo arsyeja pse Dinamo ka kontrollin e topit, është një kontroll pravavi, ndërsa gjihet Berisha saktësisht me këtë top gjatë. Berisha provon të zonë, Berisha lëvizjet janë të mira, gjen Devi Bregu, hapësira goditjes! Devi Bregu, rrënqese kërcënuese, por jo finalizuese, djata e Vlonjatit, që edhe njërë tjetër provon të dhuroj spektakl nga distanca. Dhe janë këto zonat që pikërisht Devi po kërkon gjithë pjesën e parë për të liruar dhe për të gjetur një hapësirë për të goditur. Dhe sa herë do të shërbehet në këto zona, aq herë do të jetë rrezik. Sepse Dinamo tani më është duke e tërhequr Ignatien në presion lart për të vendosur në situata 1-1 sulmuesit me mbrojtje e Ignatiës. Por ajo që ndoshta bie dhe më shumë në sy është mënyra se si lirohet për goditjen, një teknikë e lartë nga Devi Bregu, ndërsa vjen aksioni me Guindon. Këtu Nani edhe një tjetër Guindo mbetet përpara Dinamo, ftohet Maliqi. Shohim vonon manovra sulmuese dhe topi duhet kthehet edhe një herë pas për të bërë një tjetër rotacion. Të shohim këtu Karamba, gabon, niset me shpejtësi Ignatia. Fernando avancon ai, fton Albanezën, shkon me njëherë Maliqi. Albaneze ka topin kontroll, tek ndreca dërgon vendosë Dinamo. U mbet rrezikshmërinë aksioni i skuadrës së Ignatias. Fangaj, njësë Fangaj provon të depërtoj, Fangaj. Selmani, Fangaj sërish. Aleksi. Këto për Bakayoko! Një gol i anulluar në duelin 1-1 në rrjet të dërgoj ai për golin e dytë. Veprimi shkëlqyeri i Selmanit, edhe pse duhet të ishte Bakayoko që të kontrollonte lëvizjen e tij për të gjetur kohën. Shohim edhe një situatën, Bakayoko është ky momenti i parë i Selmanit. Është momenti i Selmanit që aty është pozicioni jashtë. Nuk ka shumë për të menduar, gjithçka duket me sy të lirë dhe është e lehtë për VAR-in për të sinjalizuar një Jorgjin, por duhet thënë që është vendimi i madh që nga fusha me Ridiger Çokaj si asistentin e dytë të kësaj sfide. Alternon presionin e Ignatia me një blokun e mesëm dhe me presionin lartë për të detyruar Dinamon të godasë topat e gjatë. Shohim Berishët mes linjave të kundërshtarit, gjen ato por gabon pasim, ndoshta përcjell rrezik në prapa vjen kundërshtare albaneze, edhe një tjetër me topin kontroll albaneze. Ftohet Ndreca. Xhemaili, Aleksi. Edhe një tjetër Xhemaili. Indërin Guindo, rivëni me duar, i takon skuadrës Rogozhina, se do t'jetë Ndreca, ai që do të kryer rivëni me duar. Duke qartë Alban dëndësin që Ignatia krijon në krahun e majt me rombin që krijohet midis Bakayoko, Fernandos, Albanezes dhe Xhemailit ku merr topin zotrim. Dhe ajo që është interesante është gjerësinë në krahun e kundërt, në ndërimin e lojës se siguron Selmani. Maliqi do t'jetë në rivëni me duar,
Vion Egnatia ke ndoshta pikën e fortë, shohim që Majni gjithmonë shkon pranë Windows për ta mbuluar në duelet dhe në atë që kërkon të organizojë skuadra e Dinamos. Dajsinani provon sërish në të majt, ndoshta të gjitha udhëzimet janë në të majt nga tekniku Tetova. Në topa direkt atje krijohet dëmësia dhe aty do të shkojë topi nga Dajsinani, është logjike. Por po guxon Egnatia, po guxon me një mbrojtje të lartë duke provuar 1-1 me sulmin e Dinamos. Ko Sota në dueli me Bregun, vjen kontroll Devi Bregu, i qëndron pranë Sota Bregu, fton Nezirin i cili me njëherë drejt Berishës ka rampa hapësira goditjes, vonon, kërkohet Nani në krahun tjetër, pasimi nuk është i duri, shkon jashtë vijave kufizuese dhe Rogozhinasve ju takon topi në rivënia anësore, mbyllen 40 minuta, jemi në 5 të fundit e fraksionit të parë të lojës në finalen e Superkupës Shqipërisë në edicionin numër 32, duke nisur nga 1989 e largët, aty ku për herë të parë fitonte skuadra e Dinamos trofeun dhe në total për Dinamon janë 2 trofe të fituar në Superkupën e Shqipërisë me Tiranën që krahëson me 12 të tillë. Vjen në ky kërësim, largon aty Maliqi. Fernando kërkon hapësirë, gje pasimin për Albanezen. Albaneze shkon Nani pranë tij, Albaneze, gjithnjë Albaneze provon një kërësim, mbyll Bruno Dita, Berisha. Në dueli me Aleksin e merr mjaft mirë topin që kundër sulmit Berisha, e ndal Albano Aleksi dhe ky është një faull taktik dhe nuk i shpëtohet kartoni të verdhë në këto momente i pari kësaj sfide për kapitenin e skuadrës Rogozhinase që bën gjën më të mirë. Absolutisht po, sepse kanë ndaluar një aksion të premtues për Dinamon, duke qenë se me topin në këmbë Berisha ishte një lojtar më shumë me mbrojtjen e vendosur të Egnatis. Bën një lëvizje të dur në një faull taktik kapiteni Rogozhinasve dhe nuk e lejon kundërshtarin të shfaqet në anët e Dajsinani, ndërsa Egnatia këtu provon të dalë sërish, mbyll për një çast Dita. Shohim këtë pasim për Bakayoko, Albaneze jashkon. Përfundimi i aksionit nuk është i duri, gjithsesi ai topi fituar dhe dëmësia. Është ajo që tham Alban, është ajo që tham që presion dhe pressing të zona ku mbet topin, fiton dy luftimin dhe vertikalizon lart në një situatë 4-2 dhe vetëm fati e ka shpëtuar Dinamon përveç ndërhyrjes së Andres. Maliqi vjen për të rikuperuar me shpejtësia top, ndërsa Guindo vjen kontroll, Albaneze ndërhyn në rivënia me duar i takon skuadrës Dinamos. Maliqi nxiton ai dhe kërkon Berishën, nuk kuptohet me Maliqin Berisha. Sota e dërgon tek portieri Dajsinani. Topi gjatë mbyll Andre Teksiera. Top edhe një tjetër për Bakayoko në pozicion i rregullt të Çokaj, ndoshta në vijim të aksionit mund të kemi një tjetër vendim, por vion lojën, diçka ka qenë në rregull përse i përket pozicionit. Dinamo del me Nezirin, i cili kërkon me njëherë Berishën. Berisha, Sota e mbyll. Është këtu Fernando dhe Karamba në atë duel, ka mbetur i dëmtuar braziliani. Shohim edhe një tjetër. Ky është momenti. Nuk ka probleme për Fernandon, vetëm lodhja për numrin 7 të skuadrës të Rogozhinase. Ndërkohë shohim Ilir Dajën, i cili është kthyer nga stoli dhe ndoshta kërkon të gjej një zgjidhje apo të kuptojë çfarë po ndodh. Jo, nuk është se po mendon këtë gjë, sepse e kanë dhënë edhe zgjidhjen, edhe atë e ka kuptuar se çfarë është duke ndodhur. Thjesht ka komunikim me bankinën e tij për ndonjë gjë të momentit, por nuk ka çfarë të veprojë me këto 2-3 minuta që kanë ngelur. Ajo që do të ishte shumë interesante Albani ishte i dy luftimi i Berishës me Sotën, të interpretuar shkëlqyen nga të dy. Qetësia e Sotës në një situatë 1-1 me kundër një lojtari me diferencë shpejtësie me të është për t'u admiruar.
Dërin albaneze me kokë, ndërsa Xhemali e dërgon edhe një tjetër jashtëvijave kufizuese provojnë të nxitojnë tek Dinamo Nani në rivënie me duar në këto momente është Maliqi. Topi shkon brapa tek Dita me njerë drejt Guindos në duelin me Xhemali dhe këtu ka fall të Xhemalit. Ka fall të Xhemalit dhe ka karton verdh. I vidhet mjaft bukur mbrojtësit kundërshtar dhe e detyron të shkaktoj atë fall Guindo. Shohim edhe një tjetër dhe shohim Xhemalin nuk e lejon të vendoset brenda zonës. Ka përdorur eksperiencën e tij, por duhet të thënë Alban që të dy nga lojtarët më të rëndësishëm të fazës mbrojtëse të Ignatios, si Aleksi, si Xhemali, janë dëshkuar me të verdh dhe kjo do t'i kondicionojë në lojën në vazhdim. Do të luajnë edhe 2 minuta shtesë. 2 minuta shtesë, Dinamo ka të drejtën dhe kësaj goditje të lirë me Kevin Qefalia që qëndron pranë topit, largohet Devi Bregu. Ndoshta diçka do të shpikin tek Dinamo, pasi deri në këtë moment e kemi parë shpikje të ndryshme dhe Bregu vendoset në qendër, por mund të jetë një manovër që mund ta vendosë në pozicion goditës. Niset Qefalia, kemi një goditje të tij, e rrezikshme. Provon vetë drejt portës me të majtën e tij Kevin Qefalia. Një tjetër mënyrë është dhe goditja drejt portës. Shohim sa plane ka. Goditja dhe kjo tregon që Qefalia ka marrë, po themi kështu, një rol shumë të rëndësishëm në skuadër, sepse ekzekuton edhe këto goditje në prani të Devi Bregut në fush apo dhe të Bernard Berishës. E vërtet Qefalia një nga lojtarët e preferuar nga tekniku Daja, një lojtar i cili jo më kot mori ftesën dhe nga ekipi përfaqësues pavarësisht një dëmtimi i cili nuk e lejoi të grumbullojë, por është një nga ato lojtarë i cili ka bërë mirë në kampionatin tonë dhe shpresojmë që dëmtimet t'jenë lënë pas tashmë dhe ai të ketë një gjysmë sezoni të rregullt në këtë aspekt për të parë rendimentin dhe cilësitë e tij në shërbim të Dinamos, por mbi gjitha të futbollit bukur dhe atë që ai prodhon. Maliqi për Dinamo në një tjetër manovër të skuadrës kryeqytetase, ku kronometri shënon minutën e 2 të shtesës, ndërsa këtu Bakayoko fton Fangajt për një tjetër aksion të skuadrës rogozhinase. Gjithsesi Teksiera mbyll me shpejtësi dhe i vënë me duar, i takon Dinamos, vonon aksioni Qefalia, edhe një tjetër Neziri, Berisha. Është i lirë Nani, ka në djathtë për të pasimit, shohim Nani e brin atë top, shkon me njërë në Drecar, i vënë me duar, i takon Dinamos që duhet nxitoj, por jo thotë një orë që mbyll këtu, nuk ka më kohë, mbyllet 2 minuta të shtesës, një pjesë e parë, cila mbyllet me fitoren 1-0 të Ignatios, me ari për një përmbledhje. Një Ignatia që mori maksimumin nga ndeshja sidomos në 10 minutat e para. Një Ignatia e zakonshme, manovrat e saj të konsoliduara, por nëse do të thosha për diçka që ka shtuar në këtë ndeshje është doza e cinizmit. Në rastin e parë që i erdhi konkludoi në gol. Me një Dinamo që prodhoi shumë, një Dinamo që mbajti topin në zotrim, një Dinamo që ishte shumë fleksibël në të dyja fazat e lojës, një Dinamo që ka shkuar më shumë te porta se sa Ignatia, ka pasur raste të pastra shënimi, por që sigurisht që rezultati i ka dhënë të drejtë skuadrës që ka qenë më cinike. Një Ignatia që ka prodhuar me manovrat e saj të zakonshme, por në pas shënimit të golit me një blok të mesëm është munduar gjithmonë të riniset. Është një ndeshje që unë mendoj që ritmi nuk do bie as pjesën e dytë dhe shpresojmë shumë që të na sjellë më shumë gola. Ishte gjithçka për 45 minutat e para përballja finale Superkupës së Shqipërisë, Ignatia Dinamo 1-0 vendos goli i Flamur Luçi në minutën e 9. Do të jemi bashkë miq pas një pushimi të shkurtër për 45 minutat e dyta. Një tjetër përshëndetje miq me pamje të drejtë për drejta që vijnë nga arena kombëtare në kryeqytet, bëhet gati nisë pjesa e dytë e takimit final të Superkupës së Shqipërisë. Një ndeshje e cila na ka dhuruar emocione në përballjen dhe duelin mes skuadrave të Ignatios dhe Dinamos. 1-0 pjesa e parë, një gol i Flamur Luçit ka vendosur ndeshjen me një ritëm të lartë dhe raste me një Dinamo që ka patur mundësi jo një herë, por disa herë për gjetur golin e parësimit, por nuk ka dalë. Së bashku me mua në koment është dhe Ardi Behari, specialisti
i futbollit dhe pyetja që më lind për Bearin është çfarë presim në këtë pjesë të dytë. Shpresojmë shumë që të vazhdojnë atë ritëm që ishte, në atë fluks rastesh nga të dyja skuadrat dhe në ato dinamika taktike. Më pëlqen shumë zhdërvjellësia e dyja skuadrave në dyja fazet e lojës. Po të marrësh Dinamon, e përsëris edhe një herë, është shumë fleksibël, edhe pse është duke harxhuar shumë energji, sidomos për Nanin në fashën e djathtë që është duke bërë gjithë fashën, dhe Egnatia nga ana e saj me të zakonshmit Fangaj edhe Ndreca. Nuk ka lëvizje në formacionet e respektive të 45 minutave të para, lojtarët që mbyllën pjesën e parë do të nisin dhe këtë pjesë të dytë, ndërkohë 45 minutat e para kanë patur 61% kontrollit topit të Dinamos me 39% skuadrës së Egnatias, kanë qenë në total 7-4 goditje drejt portës, ku 3-1 kanë përfunduar kuadrat, dhe gjitha këto në favor të Dinamos, ndërkohë shifrat janë ato që flasin në favor të skuadrës rogozhinase, ajo që në fakt është më kryesori e kësaj sfide. Vjen sinjalizimi i kryesorit Denia Jorgji, nisim 45 minuta e dyta të shohim qasjen që do të kenë skuadrat, çfarë do të ndryshojë, çfarë kanë folur trajnerët në nomat e zhveshjes, por fakti që i besohet formacioneve të pjesës parë do të thotë që të dy janë të kënaqur me atë që skuadrat kanë dhënë në fushën e lojës, dhe unë dua t'i rikujtoj formacionet: Sinani, Ndreca, Xhemali, Sota, Fangaj, Aleksi, Fernando, Albanese, Bakayoko, autori golit të Ruçi, dhe Selmani për Tetovën dhe Egnati. Në krahun tjetër Teqja, Maliqi, Dita, Teksiera, Neziri, Qefalia, Karamba, Bregu, Guindo, Berisha dhe Nani për skuadrën e Dinamos. Dua të theksoj që Xhemali dhe Albano Aleksi janë dy lojtarë të shkuar me kartonat verdh. Beari në pjesën e parë tha që mund të kushtozojnë disi manovrën e defensive të Egnatias, pasi ndoshta duhet të bëj kujdes. Absolutisht po. Sidomos për ata të dy dhe në zonat e rrezikshme që do jenë të detyruar përsëri të bëjnë ndonjë faull taktik. Padyshim me shpejtësinë e Berishës ishte faulli taktik i Albano Aleksit, ndërkohë që një vendosje më e mirë se sa kundërshtari ishte ajo e Guindos që detyroi Xhemalin shkakton atë faull, dhe pikërisht dyshja Berisha Guindo kërkojnë komunimin mes tyre. Aleksi ka topin kontroll, u mbet ai Devi Bregu, ndërhyn për një çast Fangaj, vjen Aleksi sërish, shohim presingun e Nezirit, Dajsi Nani, topi gjatë i tij drejt Bakayokos, ndërhyn Teksiera, ndërsa Karamba fiton duelin me Aleksi. Fernando provon të largoj topin nga ajo zonë, ndërhyn edhe një tjetër portugezi, dhe topi tashmë shkon në zhvijave kufizuese, i takon Egnatias në rivënin me duar, aty ku është Fangaj, i cili do të jetë në këtë rivënje. Kërkohet Albano Aleksi, topi gjatë përpara, çoj Maliqi, kërkon Teksiera, provon të rifitoj Selmani topin, portugezi fiton faullin, vendoset mirë Andre Teksiera, që në mbrojtësi i skuadrës kryeqytetase, i cili ka qenë një nga titullarët e ekipit në këtë pjesë të mirë të kampionatit. Bruno Dita provon të gjejë Devi Bregun mes linjave të kundërshtarit, e gjen mbrapa, kthehet edhe një tjetër, sërish Bregu për kapitenin, e dërgon edhe një tjetër, kërkon një tjetër zonë të lirë për të marrë topin, por pasimi shkon drejt Nanit, kërkon komunimin me Bregu për gabon. Duket se vetëm Bregu është ai që provon ta nxjerrë skuadrën në dënësinë e Egnatias, ndërsa Fernando me këtë pasim që e largon Maliqin në rivënien anësore, në mos gaboj. Është rivënia anësore, thotë Denia Jorgji. Është e njëjta qasje Alban me pjesën e parë, ka të njëjtin ritëm dhe është e bazuar ndeshja në tranzicione, sepse shikojmë që të dyja skuadrat mbrohen me kujdes dhe rinisen shumë shpejt, me maksimumi 3 pasime shkojnë te zona e përfundimit të aksionit. Është e vërtet që vetëm Devi Bregu është në lëvizje për të shmarkuese gjithkohës, për të gjetur një moment të lirë për të kthyer me fytyrën në porta. Por me markimin e Aleksit i bet gjithnjë më e vështirë. Kontrollon Teqja, por nuk i jep shpejtësi manovrës Dinamos, gjen Nezirin në krahun e majt. Shkon me njerë Fangaj pranë tij, Neziri ka topin kontroll për Karambën, shohim Nanin ka hapësirën, provohet ai topi gjatë në diagonale në krahun tjetër, mbyll Ndreca, ndërsa këtu provon të rikuperojë Maliqi, Albanese lëviz mirë, Ruçi autori golit, gjen Selmanin, shohim Castro Selmani,
Nga qendra provon të zhvendosë Selmani, e humbet topin Nezirit, shohim zbritjen e Dinamos, Neziri, shohim Guindo në pozicion, Neziri avancon vetë, fton Berishën, brenda zonës Bernard Berisha, Devi Bresh, Neziri e majta! Dajsinani e dërgon në këndore. Një zbritje shumë e shpejt me protagonist Nezirin, solli atë që në një tranzicion pozitiv të Dinamos të kishim situata 3-3 dhe një rast i shkëlqyer për Dinamon që përfundon me goditjen e Nezirit, me të majtën e tij. Neziri topi mbrapa. Nani për Teqen. Bruno Dita. Neziri edhe një tjetër. Teksiera. Sërish Nezirin. Ideja ishte mirë, por jo i saktë e pasim. Provon Fangaj të jap shpejtësi në këtë rivendje ansore. Fangaj edhe një tjetër, mbyll aty Neziri, rivendje me duar sërish për Rogoshinasin. Do të jetë edhe një tjetër Fangaj. Fernando Fangaj. Lorën Ruçi, Fangaj, mjaft mirë për albanezën, fantastika i pasiv. Albaneze brenda zonës, Albaneze, Teqa! Në vështirësi Dinamo gjithsesi zgjidhë situata, por mënyra e daljes së Ignatias ishte me të vërtet fantastike, me Fangajin që gjeti albanezën në një diagonale në më shumë se 60 metra. Është e vërtet, Alban është një mënyrë loje që Ignatia ka përdorur shpesh, herë me Fangaj, herë me Sotën, por i ka përdorur shpesh të ndryshimin e lojës me një diagonale të gjatë. Neziri, përfon edhe një tjetër Dinamo, Berisha për Nezirin, mbyll Fangaj. Ndoshta detyrat edhe më të vështira për Fangajin në këtë pjesë të dytë që gjithmonë më shumë po vijon përqendrimi i lojës linjën e majtë tek Dinamo. Gjithmonë e nisur nga e majta dhe për të provuar, për të dërguar topin tek Nani me diagonalen. Lojtari kyç Alban është Aleksi, sepse Aleksi i jep dëndësinë e dur linjës së mbrojtjes dhe i lejon qoftë Fangaj të sulmojë Nezirin në presion të lartë, që mbrojtësin e krahut të majt, po qoftë edhe Sotës të vinë në markim në mbyllje te Berisha. Kështu që veprimet jo më kot është një nga mesfushorët numër 6 më të mirë në Shqipëri. Lëvizjet e duara dhe një personazhi që gjithnjë më shumë është protagonist jo vetëm i Ignatias, por ndoshta edhe i kampionatit, me karizmën e tij, gjithmonë protagonist edhe në pjesën e lojës pa top, por gjithmonë i dashur për të gjithë, në atë që jep, por mbi të gjitha në atë që Bari analizon për lojën që ai zhvillon dhe detyrat që i zbaton me përpikmëri, duke i dhënë skuadrës sigurinë atë që ai përfaqëson dhe tashmë prej 2 sezonesh në liderin e skuadrës me shëritin e kapitenit në krah. Është Fernando në këtë goditje të lirë, vjen kërcimi, Bakayoko me kokë, kontrollon Sota, e kthen drejt qendrës, largohet për një çast, provon edhe një tjetër skuadra Ignatias, por ka një flamur të ngritur, kemi pozicione shloje. Ishte një goditje standard e interpretuar, ndoshta duhet të interpretoj pak më mirë nga Ignatia për të kërkuar direkt shtyllën e dytë ku Xhemaili dhe Sota bëjnë një pikë të fortë të saj në këto goditje standard. Teksiera, fton Nezirin, shohim ku shkon Fangaj për të mbyllur dhe detyron kundërshtarin nga boj. Ignatia mbetet në fazën sulmuese dhe fal presingut, ku Fangaj fiton të drejtën eksterne, rivendje me duar në gabimin e Nezirit. Fernando Fangaj, edhe një tjetër Fernando. Sota për të arsyetuar, kthehen edhe një tjetër në pravavijen e tyre me Xhemailin. Sërish Sota,
që kërkon gjithë Dajsinanin, por gabon Devi Bregu dhe pikërisht nga gabimi kundërshtarit përfiton Dinamo me Devi Bregun në minutën e 54, vendoset Baraspesha të mallkuara minutat 9, gabim në njërin krah, gabim krahun tjetër në minutën e 9 pjesës parë, në minutën e 9 pjesës dytë, dhe Devi Bregu nuk mund të falte në duelin 1-1 me Dajsinanin, i cili tentoi ta ndalte, por nuk e ndoli. Është e vërtet Alban një gabim nga ana e Sotës në atë që ata e kanë mënyrë loje në mbajtjen e topit në zotrim, te besimi që kanë te pjesa e portierit, i cili në këtë rast edhe hezitoi pak për të dalë, po gjithsesi janë në lartësinë e finale, sepse janë ato që ne tham para ndeshjes, që çdo skuadër do shfrytëzoj çfarë do lloj rasti që t'i lë kundërshtari. Dhe këto është një nga ato shembuj konkret ku vendosen finale. E megjithatë, kjo premton shumë për ritëm tjetër, për dy skuadra që do të duan me se s'mund ta fitojnë këtë ndeshje. Është e vërtet, gabimet shfrytëzohen në maksimum në minutën e 9 të pjesës parë, në minutën e 9 të sfidës ishte pikërisht një gabim i Bruno Ditës, në maksimum e shfrytëzoi atë Flamur Ruçi dhe gjeti rrugën e rjetës, në minutën e 54, në minutën e 9 pjesës dytë, e shfrytëzon Devi Bregu dhe vendos Baraspesën. Edhe një tjetër Vlonjati me topin kontroll Bregu, Neziri kërkon fundore në ndjek Fernando, kthehet pas Neziri, gjithnjë ai dy kundërshtar pranë tij, Neziri e humbet topin, Fernando e kanë kontroll, provon ta rimar Neziri, e bën një gjë të tillë pa faull, Berisha brenda zonës e mbyll Aleksi me eksperiencën e tij dhe rivënie fundore. Pak qetësi për Egnatia në këto momente, ndoshta është në utimin atij gabimi, atij golit mësuar. Po e vuan Alban dhe është shumë shpejt në fakt dhe këtë pikërisht këtë faktor po shfrytëzon Dinamo, anën psikologjike të saj, të asaj entuziazmit që t'i jep goli. Albano Aleksi provon të gjejë ndrecën me këtë top gjatë, i sakt pasimi, ftohet dhe Xhemaili, shohim zbritjen e Fernandos për të nxjerrë topin tek skuadra rogozhinase. Dajsinani, Aleksi, Sota, gjithje Sota, Ruçi, Fangaj, Regon topin lojtarët e Dinamos, Aleksi vetmi, tashmë ndoshta Tetova mund të provojë edhe për të ndryshuar. Kemi parë që të kalojnë ndoshta edhe në një 3-5-2, ku në intervistat e dhëna ka deklaruar që gjithçka është e përgatitur, një plan B dhe ai. Absolutisht po nuk mendoj që është ky momenti. Tani po synon me rotacionin, me zbritjen e Ruçit në një linjë poshtë të organizimit dhe pjesëmarrjen përsëri të Fangës në gjysmë zonat qendrore të fushës, dhe po kërkon të krijojë rëndësinë të gjatë dhe të ndërrojnë krahun e lojës në të majtë te albaneze, i cili është i gatshëm për shfrytzuar çdo moment. Për shpejtësinë dhe teknikën që ai ka. Ndërkohë këtu Aleksi jep zgjidhje duke dërguar topin mbrapa tek Dajsinani, ftohet ndreca albaneze, gabon pasimin, presingu i Dinamos bën që të fitohet topi, Guindo, e mban Guindo, në ndërhyrje ndrecës rivende me duar për Dinamo. I parë për Guindo dhe ai po krye shumë volum sot. Në shumë raste duelet janë të fituar apo e vënë vështirësimin prapa vijën kundërshtare. Maliqi. Shohim Qefalia në linjat e kundërshtarit, e gjen Berishën sakt dhe vjen më pas tani për mbyll Dinamo, e çmendur kjo ndeshje. Falë këmbguljes, Berisha godet, Dajsinani largon dhe Nani finalizon në 59 minutë. Shënon Dinamo për mbyll gjithçka dhe fryti i asaj që provojnë pjesën e parë, por edhe asaj që nisin pjesën e dytë, konkretizohen me dy momente ku në maksimum shfrytëzohet gabimi kundërshtarit dhe gjen dy gola nga ana e Bregut fillimisht e Nanit në këtë moment. Shfrytëzojnë në maksimum Alban në anën psikologjike të Ignatias pas fisimit të golit. Dhe ajo që vlen për të përmendur është fakti i nisjes së aksionit.
ai çmarkimi që falis midis linjave dhe marrja e orientuar e tij që duke u kthyer më njëherë me fytyrën Aporta për të bërë atë zgjidhje që bëri te Berisha dhe ekzekutimi i shkëlqyer në fakt, jo vetëm i triblimit nga brenda, por edhe goditjes në shtyllën e dytë. Bëri sa mundi Dajsi Nani, por nuk e shtyu dot topin jashtë dhe topi ngeli aty u shfrytëzua nga Nani me pjesëmarrje. Nuk shikoi njeri përveç dy rasteve të gabimit, nuk shikoi njeri të jetë poshtë rendimentit të tij në të dyja skuadrat. Përveç rastit të gabimit të sotës një dhe të ditës 2 të gola. Është e vërtet një ndeshje tamam me statusin e finales të një Superkupe, por ndoshta mund të ishte edhe një finale kampionati, mund të jetë një finale kupës sërish, mund të jetë gjithçka. Janë dy skuadrat që në futbollin ton mund të arrijnë për të bërë më të mirën, për të fituar trofe dhe sot po e tregojnë në këtë përballje. Gjithsesi, ndoshta mund të jetë shpejt, por doja të theksoj që statistikat e një ndeshje nëse do të shihen në këto momente do të shkojnë të përligjura me rezultatin dhe atë që Dinamo që ka bërë. I rregull sot fillimisht pozicioni për Devi Bregun për në përfundim të aksionit, kjo goditje Devi Bregun dhe ka flamur të ngritur, duke më avancuar Devi Bregun gjithsesi e lejoi Çokaj të përfundonte aksioni dhe më pas të sinjalizonte pozicionin e Vlonjatit, i cili nuk arriti të dërgonte topin në rrjet. Shohim, ka qenë më i avancuar, është e dukshme edhe me sy të lirë në këtë moment, gjithsesi për të respektuar protokollin e varit, është lënë të përfundoj aksioni. Provon me shpejtësinë albanezes, por me një lojtar si Maliqi e ka pak të vështirë tashmë, edhe Maliqi është një lojtar shumë i shpejtë. Absolutisht po, dhe ndihmoi në rastin konkret shpejtësia e tij, edhe pse ishte vendosur gabim nga jashtë. Ai ishte nga jashtë dhe kundërshtari i tij nga brenda, por shpejtësia e tij e bëri që të rikuperonte pozicionin e dur. Megjithatë, këmbgul Alban të evidentoi dyshen e mesfushorëve të Dinamos. Në të dyja fazet e lojës, shkallëzimi i tyre sjell pështjellim te mesfusha e Egnatis. Është e vërtet një Dinamo e cila për asnjë moment, për asnjë çast nuk koqi dorë dhe daja vijoi të këmbgulte tek manovra e skuadrës së tij me atë mënyrë që e nisi, edhe pse mundësitë nuk munguan në 45 minutat e para ku një pjesë e mirë asaj që krijoi ishte punuar. Ky top i larguar nga dita, ndërkohë që Nani brenda zonës nuk arrin të largojë, ndreca prek i fundit dhe rivënia fundore i takon portierit Teqa. Plani parë për Edison Drecën dhe ky është autori i golit dytë Nani që finalizon në fund dhe e shohim Alban Nani sot është duke bërë një ndeshje të jashtëzakonshme në të dyja fazet e lojës, po të kemi parasysh që në fazën mbrojtëse vendoset në linjën e mbrojtësve dhe në fazën sulmuese siguron gjërsinë e linjës së sulmit të Dinamos. Janë kilometra pa fund të Nani. Dhe rendiment maksimal në dyja, sepse ka mbyllur disa diagonale mbrojtëse që janë të vështira për të interpretuar për një sulmues. Kërkohet Berisha, i cili vendoset më mirë se sota, gjithçka e rregullt, mbështet dhe Devi Bregu, i cili menjëherë shërben Berishën. Berisha shkon drejt fundores, Berisha, top i kthyer, vjon aksionin, por jo thot asistenti, ndoshta i pasigurt në atë vonesë të sinjalizimit. Çokaj jep shenjë që topi ka kaluar vijën dhe gati dyshja Buric Gruda. Ndoshta mund të jenë dhe 3, por Buric dhe Gruda janë dy lojtarët që do të jenë në fushën e lojës. Dy sulmues, ndoshta ka përfunduar ndeshja për Bakayokun dhe një nga lojtarët e krahut që në shumë gjasa mund të jetë Selmani. Edhe unë shumë mendoj Alban. Dhe mund të kemi një zhvendosje të albanezes, por mund të jetë dhe Gruda që të luajë në linjën e djathtë. Dhe unë mendoj që Gruda mund të vendoset në linjën e djathtë për të siguruar thellësinë e sulmit të Egnatis. Ndërkohë Guindo fiton këtë duel, kërkohet faull tek Egnatia, vjon loja, shohim Nani dhe këtu ka fair play nga lojtarët e Dinamos, topin e dërgon jashtë kufizuese për të ardhur në ndihmë Fernandos, janë 3 dhe Jahaja, ndoshta mund të kemi të gjitha zhvillimet. Njërin nga ndrimet e gjetëm, Gruda merr vendin e Selmanit. Po të 3 është sulmi, ndërrohet sulmi i gjithë. Largohet Bakayoko për Buric. Numri 77, Gruda. Ndoshta është Ruçi.
Është Ruçi apo Albaneze, mbetet për të parë. Jo, Albaneze. Është Albaneze. Albaneze totalisht pjesa ofensive. Nuk ndryshon asgjë Alban, thjesht energji të reja dhe interpretim ndoshta më i mirë. Ka qenë i pakënaqur Tetova, edhe pse në gjykimin tim Albaneze ka funksionuar mirë, po edhe Selmani në krahun e kundër mund të kishte bërë më mirë Bakayoko në lëvizjet e tij në zbritje dhe futjen për të bërë një pikë referimi për skuadrën, por që edhe Buric e ka staturën për ta bërë një gjë të tillë. Aq më tepër që ka gëzuar edhe një formë të mirë në ndeshjet e fundit ku ka arritur edhe të gjejë rrugën e rrjetës, kujtojmë në përballjen me skuadrën e Partizanit, ndoshta mund të jetë një për të shfrytzuar momentin e tij. Një lojtar i cili e vërtet mund të shërbejë në këtë takim dhe në këto minuta ku kërkohet fillimisht barazimi i rezultatit, të paktën për të dërguar ndeshjen në kohë shtesë. Ai topi gjatë nga brëmavia e Dinamos përfundon tek Dajsinani, i cili nuk u mbet kohë më njëherë për sotën. Shohim Fanga në krahun e djathtë për të shkompasimi, provon ta mbyll Gassama Karamba, është Jahaja që prek topin e parë, por e humbet më njëherë Jahaja. Këtu është Qefalia në duelin me Ruçin. E prek Ruçi i fundit dhe rivende me duar i takon Dinamos. Besoj se do vazhdoj Tetova të këmbgul në krahun e djathtë për të shfrytzuar shpejtësinë e Grudës me lëvizjet e Fangait në gjysmëzonat, por edhe me pjesëmarrjen e Ruçit në ato zona bosh. Berisha nisë me njerë Guindon, të shojmë këtë mundësi të Dinamos, vëndon Guindon, Berisha sërish, dy lojtarë shkojnë pranë tij, i ndërhyn Fangaj, ka faull dhe të shojmë me kartonin e verdhë në xhep, e nxjerr me njëherë për t'ia treguar numri 44 dhe tashmë bëhet një tjetër lojtar i defensivës të Ignatias i ndëshkuar së bashku me Aleksin e Xhemajli. Ka qenë momenti i dytë, një goditje që ka marrë përveç shkeljes, shohim ka patur një intensitet i ndërhyrjes. Intensiteti i ndërhyrjes dhe ndoshta ajo është këma e zgjatur, po që e penalizon e kartonit të verdhë. Enea Jorgji ka bërë për ta kërtuar faullin dhe për t'i treguar kartonin e verdhë. Shohim nëse Berisha ka probleme serioze. Janë në mjekët e skuadrës së Dinamos pranë tij, gjithsesi stoli i Dinamos si pjesë e mirë e tyre janë në nxehje dhe opsionet ndoshta mund të jetë. Jo, nuk besoj se ka diçka, sigurisht është duke marrë kohën e tij edhe për të ulur pak ritmin e lojës, për të administruar këtë rezultat. Por duhet thënë që lojtarët si Vila, Qardaku janë lojtarë të cilët mund të zëvendësojnë, shohim duke çaluar shohim Ilir Daja është ulur në stol, ndoshta diçka komunikon, mbetet për të parë gjendja e Berishës. Do të nisë me goditjen e lirë, do të rinisë me goditjen e lirë, minuta 68, Devi Bregu, pritet arkimi, vjen në shtyllën e parë, ajo goditje me kokë, Dajsinani, ndalë, Andre Teksiera, sërish dhe kërkon golin portugezi, dhe është goditja numër 4 nga Këndi, 4-0 goditja nga Këndi, pranë golit të tretë. Dhe këtu një reagim instinktiv i Dajsinanit, sepse ishte një cross shumë i vështirë nga brenda i Bregut, që mund të ishte edhe një gol direkt. Dhe shohim Berishën që vjen duke çaluar drejt stolit apo drejt qendrës për të rikthyer. Kjo mbetet për të parë. Qefalia në këndore. Vjen arkimin në qendër, largon Buric në ndihmë mbrojtjes ai. Nuk arrin Fernando Neziri për Karambën. Tjetër këto drejt zonës kundërshtare, Berisha rikthehet, nuk ka probleme, vetëm duke çaluar. Të shohim nëse do t'jetë një gjendje për të vijuar. Ndërhyn me kokë aty, mbyll mjaft mirë Nani, Fernando, Dita, Maliqi. Tjetër duel i Berishës me kundërshtarin, këtë herë ishte Fanga i sërisht.
Teksiera mbyll Ruçin, ka faull të Denia Jorgji. Ka faull të Denia Jorgji, ndërkohë që portugezit bën me shenjë për faull në sulm të Ruçit. Në fakt është një faull i marrë me mjeshtri nga Ruçi. Në fakt Andre nuk duhet të bënte atë ndërhyrje sepse kundërshtari është me shpinë nga porta. Gjithsesi nuk duhet ja fal një goditje standard të tillë Ignatiës në zonat e rrezikshme. Ishte zgjuarësia e autorit golit për të fituar atë duel me faull, një duel i cili në zhvillimet e kësaj goditje të lirë mund të sjellë edhe situata në prapavijën e Dinamos. Fernando Prantomi çoi Fangajin i pambuluar, por me njerë Daja jep muzime për Devi Bregun për të mbyllur atë zonë dhe mbetet Berisha në murin mbrojtës. Shtatlarët e Ignatiës janë përpara, të shohim çfarë do të sjellë ky moment. Pranë topit Fernando, vjen kërcimi në duart e Tegjës përfundon dhe të shohim se do të jap shpejtësi manevrës sulmuese. Nis Teksierën, Berisha mjaft mirë e merr topin Berisha, shohim hapësirën që ka, lexon mjaft mirë daljen e Nezirit. Neziri vjen topi drejt zonës e mbyll Fernando, goditje nga këndi. Me sa shpejtësi arrin të dalë, por Berisha edhe një tjetër është protagonist absolut. Në fakt Alban këtu i duhet dhënë gjitha meritat Ilir Dajës për faktin e pozicionimit të Berishës në gjysmë zonat qendrore të majta. E ka bërë një lojtar që nuk bet kollaj pikë referimi për të markuar dhe duke shfrytzuar cilësitë e tij, shpejtësinë e tij, forcën e tij, cilësitë teknike të tij bet një lojtar që del jashtë. Shojmë të skem goditja! Qefalia në pasimin e Devi Bregut nuk e gjeti Kuadrati, por gjithsesi vijon që gjithçka të jetë përgatitur. Është disajta goditje standard me skem, të gjitha të punuara. Një lëvizje ditës që kërkon shtyllën e parë dhe lirimi i zonës për Qefalin, i cili nuk ka shënjesër këtë herë, por gjithsesi është e kërcënueshme. Ajo që Dinamo prodhon është kërcënuese për kundërshtarin dhe vijojnë të jenë momentet mira për skuadrën kryeqytetase me Ignatien që ndoshta ende nuk po gjen një ritëm të treshes e cila erdhi në fushën e lojës për të ndryshuar diçka, por deri në këtë momente si Gruda Buric dhe Jahaja duke në hije, topi drejt Jahajës mbyll dita, vijon Dinamo tjetë kontrolin e topi. Nani ka një problem, sa duket për Gassama Karambën, ka marrë një goditje në duelin me kundërshtarin. Është e vërtet Alban që Ignatia po vuan, edhe më mirë se kudo duket te topat e humbur në zonën e mezit të fushës. Në pjesën e parë, nëse kujtojmë, gjithë topat nëse kanë humbur në zonën e përfundimit të aksionit, te zona e sulmit, dhe aty bëj një pressing për ta rifituar, ashtu erdhi dhe goli. Kurse tani nuk po arrin dot të shkojnë te zona e përfundimit të aksionit për shkak të pasimeve avancuese që nuk janë të sakta. Dhe Daja nuk u mbet kohë për dy nga lojtarët titullar të Dinamos në shumë ndeshje si Vila dhe Qardaku do të jenë në fushën e lojës, por tek Ignatia është alarm dhe është pikërisht Arbenit Xhemaili, i cili është i shtrirë dhe në atë që më lat kuptoja kishte një problem në gjurin e majt, dhe ndoshta kjo mund të jetë shqetësuese për një nga lojtarët që duhet thënë mund të jetë edhe në ndeshjet të fundit me skuadrën e Ignatiës. Absolutisht që nuk është lajm i keq vetëm për Ignatiën, po edhe për ndeshjen në tërësi, po themi për cilësinë e saj. E vërtet, për ndeshjen tërësi do të jetë Poçi në vendin e tij, është bërë gati për të vetur në fushën e lojës, do të jetë drimi i detyruar për teknikun e Dir Tetova dhe skuadrën Rogozhinas, ndërkohë mbetet për të parë se çfarë do të lëvizë Daja në krahun tjetër, ndoshta për të... Një është e sigurt që është Karamba me Qardakun dhe kemi për të parë pasaj lëvizjet e... Xhemaili do të vijojë të kërkojë ndjes me Arin dhe është Ruçi që largohet. Atëherë kemi ndryshim sistemi. Duhet të kalojmë me 3 qendërmbrojtës. Po, është manovra ajo që përmendëm më herët dhe atë që kemi diskutuar edhe me Tetovën, ju e keni pyetur shpesh dhe tashmë ndoshta është momenti për të parë
një Egnatia me një rreshtim me 5, Xhemali rikthehet fushën e lojës dhe shohim Drecën dhe Fangaj, dy lojtarët e Crown, sa këtu kohet Nani, del Dajsinani mbyll me shpejtësi. Ndoshta kjo lëvizje e Tovës mund të bëjë që edhe Daja të ndryshojë mendim për lëvizjet që mund të bëjë. Po në fakt do të ndryshojë dhe strategjia e Ignatias tani, sepse duhet parë pozicionimi i Grudës, do të sigurojë gjërsinë e skuadrës apo do të jetë në një dyshe me Buric. Me Buric. Duket në një dyshe me Buric me Jahajën që ndoshta merr një pozicion 10. 3-4-1-2 në fakt, me Jahajën pas dy sulmuesve. Jahajën pas dy sulmuesve, shohim dyshet Aleksi dhe Fernando në vjet e drejt. Paka shumë është një 3-4-1-2 atë që Beari tha, të shohim se çfarë do të sjellë manovra e rikompozuar e skuadrës Ignatias nga tekniku Tetova me aktivizimin e tij. Shohim këtu Nanin, jep këtë mundësi Nezirit, i cili debërton zonë për e mbyll sota. Është Nani një nga lojtarët më të mirë të ndeshjes për volumin që bën, por edhe për kualitetin që ka, për ato pasime kyç që ai ka bërë deri në këtë, jo vetëm për golin, por për gjithçka ai ka bërë në këtë ndeshje. Dhe pozicionimi i tij në atë vend atje që në fazë mbrojtëse është i pesti nga djathta, dhe në fazë sulmuese është wingeri i Dinamos, është po prap merita e trajnerit Daja. Por edhe një ndoshta pikë që mund të theksohet në sfidën e sotme është që Neziri vazhdimisht ka qenë në zonën e përfundimit të aksionit, ndryshe nga Maliqi, ka padur ai detyra nga tekniku Daja, pasi shpesh e shohim të debërtoj deri në brendësinë e zonës kundërshtare. Dhe pikërisht që Falia e servir topin për të me njëherë drejt Berishës dhe provon sërish të vendoset përpara. Shohim ku gjendet në këto momente, vjen Guindo për Berishën. Fangaj, Jahaja. Dërgimi albanezës ndoshta ka ulur pak cilësinë. Alban në fakt isha duke thënë këtë që Jahaja nuk më duket ai lojtari që të bëjë atë pozicion aty në jashtë. Jemi mësuar ta shikojmë një sulmues krau, sepse është shumë i shpejt dhe po vuan aty në atë pozicion. Largohet pikërisht Bernard Berisha, vendin e tij e merr Vila, gjithashtu largohet dhe Gassama Karamba, vendin e tij e merr Qardaku. Duket se askush nuk do të dalë nga fusha, do ta shijoj deri në fund këtë ndeshje, pavarësisht lodhjes, kërkon të jap maksimumin çdo lojtar. Berisha me zuar trokinjeve dhe Gassama Karamba, dy lojtarët që Daja sot i kishte përsëritur titullar, dhe tashmë dyshja Qardaku e Vila do të jenë në fushë. Andre Teksiera merr udhëzime nga tekniku Daja, ndoshta për manovrën e kundërshtarit apo për një mënyrë se si mund të jetë skuadra e Dinamos, ndërsa këtu Guindo dalet në faull, ne kemi goditje të lirë në favor të Dinamos. Është në rryrë e Sotos dhe bën me shenjë tekniku. Shohim edhe Maliqi afrohet ndoshta për të kuptuar, mund të ketë një ndryshim edhe tek Dinamo për prapa vjet. Besoj se me praninë e Vilës dhe të Qardakut nuk besoj se ka ndryshime në prapa vit, po janë vendosjet në zonën e sipërme të skuadrës, sidomos në mes fushë ka një konfigurim të ri. Shohim në momentin kur do të jetë në fazën mbrojtëse Dinamo, tashmë është në këtë moment ku Devi Bregu do të ekzekutojë këtë goditje të lirë. Vjen Arkimi në shtyllën e dytë, askush nuk është aty. Ndoshta provoi drejt portës, por nuk ishte e duhur tentativa e Vlonjatit, nuk u mbet kohë Ignatia, provon Albano Aleksi të nxjerrë me shpejtësi skuadrën përpara. Gabon këtu Fangaj, dhe çojmë Bregu, Guindo! Dajsi Nani vjen aksioni, Guindo! Ja shkon dhe
gabimet e kundërshtarit këtë herë nuk shfrytëzohen maksimum. Një rast i përsëritur me tranzicionet e shkurtra të Dinamos që me një rast shumë të pastër që duhet të përfundonte me gol sepse duhet të vriste ndeshjen Dinamo. Nuk duhet për sa kohë ta lë Egnatia në lojë, Egnatia ngelet gjithmonë e rrezikshme. Është e vërtetë, ndërkohë që Neziri eviton atë rivendjen ansore për topin e dhuron Albano Aleksit, i cili me njerë që Ndreca, shojmë hapësirën që ka Ndreca, ul brenda zonës, shkon Maliqi pranti Ndreca, vjen krosimi, provon një haja brenda zonës, këtu Qardaku, e më pas bregu nuk arrin të largojë si duhen, por Egnatia me fanga i provon të shfaqet drejt zonës. Mbyllet edhe njërë tjetër skuadra Rogozhinës, Aleksi, është Poçi, me njërë drejt Fernandos. Shojmë Dinamo që ndronë në pritje në këto momente. Bregu Aleksi vjet lodhjat e kapiteni, cili duhet shtrëgoj dhëmbët për 10 minutat e mbetura. Topi gjatë drejt Ndresës, por i gabuar tashmë. E vuan Egnatia këtë jo më te për rezultatin se sa mungesën e mbajtjes së topit në zotrim. Është duke e vuajtur sepse nuk po i del, është një skuadër që është mësuar që të gjitha manovrat në masën 90% i dalin dhe në momentin që nuk i dalin e vuan shumë anën psikologjike. Dhe tani po shikojmë një pjesëmarrje të Sotës, është Sota duke bërë Gjemailin e krahut të tij, duke marrë pjesë në zonat deri te zona e Dinamos. Shojmë një shvendosje të Devi Bregu në të majtë, ndërkohë që Qardaku e Vila. Kemi një 4-3-3 në fakt, me Qefalin para mbrojtjes, me Vilën e Qardaku në mesin e fushës, Nanin një sulmues të djathtë dhe Devin në sulmuesin maj. Ndoshta për të shpenzuar dhe janë dy lojtarët me energji më shumë. Jo vetëm ajo Alban, po edhe për të vendosur ekuilibrat në mesfush, sepse Egnatia po ka një mesfush me kulm lart. Ja, është ai lojtari që kërkon të luajë midis linjave dhe Qefalia ka detyrë markimin e tij. Shojmë edhe një tjetër kërkojnë Ndreca në të majtë, vjen arkimi i tij, por është i pasakt, shkon jashtë zone dhe më saktë jashtë vijave kufizuese në rivendje me duar për skuadrën e Dinamos. Nuk kishte cilësinë e dur krosi, edhe pse zbritja ishte shumë e mirë, por krosi duhet të ishte më i saktë. Dhe në ato raste kur je brenda zonës duhet të krososh poshtë sepse në dëndësi e sipër diçka ndodh. Gati Hajme, ndoshta mund të jetë lëvizje me Ndrecën, duke u nisur nga ky kërsim jo i mirë i Ndrecës, por mund të jetë edhe në ndrimin me fangajn. Në rolin e tij natyral për të bërë të pestin. Por e kemi parë që të pestin e ka bërë dhe nga linja e majtë, një lojtar i cili ka sakrifikuar. Në kohë shojmë të pasim për Nanin, del Dajsinani i sigurt në daljen e tij, por nuk shërben si duhet, gjithsesi Ndreca në limite mban topin brenda vijave kufizuese, por nuk shërben si duhet për Buric dhe topi takon Dinamos në rivendje ansore. Të shohim lëvizjen e fundit e Edlir Tetovës ndër 4 të bëra deri në këto momente, ndoshta lëvizja që mund të jetë e fundit për të dhënë shpresë asaj manovre, asaj që kërkon të bëj, dhe është pikërisht ndaj fangajt në vendi dhe pozicionin e tij, por ndoshta më shumë freskinë dhe shpejtësi me spanjollin, i cili mund të ketë një detyrë në këto minuta ku pjesëmarrja e tij në linjën e djathtë mund të jetë më aktive për të çuar topa drejt zonës. Edhe për të shfrytzuar cilësi teknike më të mira se Fangaj. Fangaj ka më shumë volum vrapimi, ka kontraste të mira, po themi, në dy fazat, por Jajme është më teknik në fazën sulmuese. Shohim edhe një tjetër Nezirin se çfarë bën, provon vetë në zonë Neziri, këmbgul Vila e u basin topin, por gjithsesi pjesëmarrja e Nezirit vijon, edhe pse kronometri shënon minutën 83, janë metra të përshkruar pafund me intensitet lartë nga ana e mbrojtësit Kraut Majnë, ndërsa Nani rifiton një tjetër top dhe provon nizet me shpejtësi përpara. Mbyllet për një çast, vjen aksioni Maliqi dhe këtu kemi faull, të shohim. Kartoni verdh me sa duket për Buric, i kthyer për të ndihmuar skuadrën, është ai që ndeshkohet me kartonin e verdhë deri diku, edhe ai i bindur për faullin dhe atë që bëri, por sinjalizimin nga Jori që ndoshta kërkoi një avantazh pasi u mendua që topi ishte në kontrollin. Po, jo, ishte dhe Maliqi në mbështetje të aksionit dhe
në këto raste lihet avantazhi për të parë përfundimin e tij. Por më pas u sinjalizua faull. U sinjalizua një faull në një pozicion ku e majta qefalis mund ta vërë jo pak në vështirësi Dajsinanin, pam në pjesën e parë kur rënqethi. E megjithatë vështirë ka të ekzekutoj sepse afër është edhe Devi Bregu. E sigurisht që duhet të jetë një skem tjetër. Gjithsesi është diçka pa parashikueshme në ato që na ka surprizuar sot Dinamo. Niset qefalia, largohet ai, largohet Bregu, vjen Çardaku, në mur ndalet. Më pas Nani me këtë kërsim, provon të largojë Ndreca. Është tek Siera që e dërgon tek Vila, në duelin 1-1 me Ndrecën, provon fundoren, vjen kërësimi, Devi Bregu, Dajsinani tek Siera, ja shkon, sërish Dinamo, edhe njërë tjetër, Dajsinani mban në lojë Gnatjet, minutat mbeten interesante deri në fund, me atë që po bën skuadra rogozhinase dhe Dajsinani për të mos e lejuar vrarjen e ndeshjes të ndryshe nga skuadra e Dinamos. Poçi për Ndrecën e gjen saktë ulai, Ndreca shërbenja Aja, peda ty topi, largon Çardaku. Me njerë shko në krahun tjetër një top. Deshe disajta herë Alban që shfrytëzohet ajo diagonalja e krahut të majtë e Gnatjes, krahut djathtë i Dinamos. Dhe në këtë moment Daja duhet të ndërhy për ta mbajtur Maliqin pak më jo aktiv në fazën sulmuese, sepse atje po shfaqet, pikërisht atje është herë e tretë që po shfaqet rreziku për Gnatjen. Dhe nuk u mbet kohë me njerë një nga ndihmësat e Dajës, kërkon 2 lojtarë nga Nxeja për të bërë lëvizje, ndoshta për të korrigjuar atë që po tenton kundërshtari, dhe këtu Maliqi rifiton një top, provon niset vetë me shpejtësinë e tij Maliqi, e ndal Fernando me faull, dhe këtu do të ketë karton të verdh edhe për Fernandon, i cili bëhet i ndëshkuari i pesti skuadrës rogozhinase, ndërkohë që ajo që veçohet është asnjë karton i verdh tek Dinamo, një lojë fair play totalisht nga skuadra e Ilir Dajës. Momenti për të freskuar, edhe pse temperaturat e ulta, por gjithsesi lodhja dhe gjithçka tek lojtarët e Dinamos. Dhe njëra Alban është duke marrë kohën e tij, edhe Maliqi këto janë truket e lojës që në një moment të tillë me një rezultat në favor të kalosh disa minuta kur fiton një faull ti i jep të verdh kundërshtarit, po ç'është kryesorja krijon frymarrje për skuadrën. Është e vërtet, janë minuta ku gjithçka duhet administruar dhe kjo është një mënyrë e mirë administrimi nga lojtarët e Dinamos në këtë fund të takimit. Ju kujtojmë miq që do të jemi së bashku edhe me ceremoninë, do të shkëputemi fillimisht për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi me ceremoninë, por kujtojmë që me njëherë pas përfundimit të ceremonisë do të nisë gjithçka në një mbrëmje speciale me rubrikën sportive kolegu Kristof Thoma dhe të ftuarit e tij, por do të jemi edhe drejt për drejt nga stadiumi i Albania, do të jetë një lidhje e rubrikës sportive me super gol për cilë pikërisht edhe intervistat me trajnerët, me fituesit dhe gjithçka do të ndodhë deri në përfundim të kësaj sfide në arenën kombëtare. Rinis me faull në favor të skuadrës së Dinamos dhe shoh Maliqi që energjit i ka ende në këmbë dhe mund të bëjë ç'të doj. Çardaku, Maliqi edhe Vila tashmë i zhvendosur pak e djathta. Nani provon të zhvendosë drejt qendrës, Nani e ndjek Ndreca, Xhemaili, Fernando mbyllet mirë aty nga ana qefalis Vila, Maliqi, qefalia, një tjetër lojtar sot vendimtar në manovrën e Dinamos dhe ndoshta për të analizuar, por mund të jetë edhe një manual se si mund vendoset mes linjave të kundërshtarit një lojtar në një situatë tillë, mund të jetë një analizë shumë e mirë edhe në kurset që organizohen. Pikërisht ai gol i shënuar nga skuadra e Dinamos. Po janë cilësitë e Klevit që i gjen këto hapësira, cilësitë e interpretimit të tij, cilësitë e posturës së trupit të tij, dhe ç'është më kryesorja është edhe puna e vazhdueshme në klub, automatizmat që ekzaltojnë këto cilësi.
Dhe nëse do të qenim në fundin e kësaj sfide statistikat, rezultati tashmë është në favor të Dinamos, por është 20-4 goditje drejt portës, ku 8-2 janë ato në kuadrat, 60-20 në favor të Dinamos, kontrolli i topit, 125-98 sulmet për Dinamon, 57-39 ato të rrezikshme për skuadrën e Dinamos, 5-0 goditje nga këndi dhe shifrat tashmë janë në një ndeshje që flet për skuadrën e Dinamos, edhe në shifra, jo vetëm në rezultat. Pavarësisht se Egnatia ka dhënë një paraqitje të mirë, do të thënë sidomos në pjesën e parë. Shohim të ndërhyrjet e Jahajës ndaj Qardakut dhe tjetër ndalesë e lojës, tjetër goditje e lirë. 2 ndrime do të jetë Guram Berisha, një prej 2 lojtarëve, dhe Ferruku sërish në ofensiv. I pari është Guindo, por ndoshta dhe Nani që ka harxhuar energji pafund, po pasi mendoj që kontrolli i topit nga Devi Bregu mund i duhet në minutat e mbetura. Absolutisht po. Dhe Daja është duke bërë atë. Devi Bregu do të largohet, vendin e tij do ta marrë Farruku. Shohim Bregu, top mbrapa. Shohim dhe ndrimin tjetër. Sota mbrapa tek Poçi ndaj Sinani, përfundon në këto momente minuta e 90, pritet sinjalizimi i kohës shtesë, janë 5 minuta për të parë. Shohim nëse do të mbyllet gjithçka brenda 90 minutave apo do të duhet koha shtesë, ndërsa shohim Guindon, energjitë që ka në këmbë, dhe këtu 40 votësime për Dinamo City. Do dalë numri 11 Bregu dhe do hyr numri 24 Ferruku. Tu ka dhe nervozizëm dhe kjo është e pa kuptim nga ana e Albano Aleksit. Devi Bregu e mbyll tu, ndërsa pikërisht Guindo do t'i lërë vendin e Guram Berishës. Dhe numri 29 Berisha. Janë 2 lëvizje në sulm, Devi Bregu merr dhe mbështetjen e të gjithë stafit, Guindo do të lërë fushën e lojës. Janë 2 ndërime Alban që do të ndikojnë te mënyra e presionit që do të bëjë Dinamo për të neutralizuar që në nisjen e saj aksionet e Ignatiës. Dhe provon me njëherë Guram Berisha të shqetësoj pravavijën kundërshtare, përsa Ferruku do të jetë në rolin e një sulmues i krau nga e majta. Janë për minutat e mbetura, ndërkohë ky top përpara del Teqja. Rrezikshëm vijon Ignatia me topat e gjatë të vërtet vështirësi, dhe këtë herë ndoshta një kontroll më i mirë i Jahas. Dhe është pikërisht sepse nuk është në rolin e tij. Është pikërisht në një pozicion ku ndoshta Tetova nuk do ta preferonte, por gjithsesi në zhvillimin dhe mënyrën se si shkoi ndeshja, mesa këtu shohim kombinimin Ferruku Berisha, e ka ai kontroll Ferruku provon të vendosë drejt qend, Ferruku e dal Albano Aleksi dhe ka faul. Shohim një moment frymarrje sërish për Dinamo, atëherë kur mbyllen 2 minutat e para të shtesës, dhe tashmë momenti kur Qardaku mund të provojë, por pranë tij është dhe qefalia. Gjithsesi shohim Qardakun dhe qefalin, 2 lojtarët pranë topit. Provoi minuta më parë Qardaku në krahun tjetër, në këndin do të provoj, sepse ka një goditje të fortë. Kemi parasysh golat që ka bërë në një distancë të tillë. Niset Qardaku, vjen e djathta në mur, ndalet, kërkohet topi, prekur me dorë, dhe Jorgji ka dyshimin e tij se mund të jetë 11 metrash. Gjithsesi është një situatë e cila mund të kalojë nëpërmjet varit, ka qenë brenda zonës së murit mbrojtës. Është një moment, shohim Qardaku vjen të kërkojë, por do të lejohet deri në përfundimin ndoshta të aksionit, daljen e lojës, dhe Qardaku
ka shkaktuar këtë faull dhe ndoshta për t'i thënë është pikërisht kapiteni Bruno Dita i që shkon, gjithashtu dhe Albano Aleksi. Ky është momenti i faullit dhe do të shkoj ta shoh. Ishte me dyshime pasi u duk një moment që ju drejtua pikës së penaltisë, u pa një hezitim nga Enea Jorgji dhe ndoshta por zbatoi gjithë protokollin e mundshëm derisa të mbaronte aksioni. Shohim, është që dorë e ngritur lart, dhe Klajdi do të thoshte rrit vëllimin e trupit. Gjithsesi, specialisti i gjykimit, Klajdi Kola është ai që do të thotë në rubrikën sportive nëse termi ka qenë i saktë apo jo, por besoj në gjithë ato që kemi komentuar apo kemi parë, është një rritje e vëllimit trupit dhe ai top që shkon tek dora ku nuk është në pozicionin natyral e Jahajës në burin mbrojtës. 11 metrash dhe për t'i dhënë kënaqësinë Qefalis, i cili tentoi në disa momente për të gjetur rrugën e rjetës, ja jep në këtë mënyrë Ilir Daja, ja beson pikërisht atij, ndoshta në mungesë të Devi Bregut, është ai që do të provoj nga 11 metra larg dhe ka mundësinë për ta dërguar ndeshjen në 3-1 në favor të Dinamos këtë finale, ashtu si dhe ajo e Kupës Dinamo përballë Gnatias, duke se përshkon një tjetër trofe të fituar këtë të Superkupës. Gjithsesi, deri në vështrëllimin e fundit loja është e hapur. Niset Qefalia, godet spektakolar, Kevin Qefalia. Një gol mjaft i bukur dhe festa është e gjitha e kryeqytetasve, të cilët rikthehen tashmë Bincëm, rikthehen konkurrues, rikthehet Dinamo e madhe, rikthehet Dinamo Elitës, një Dinamo që argëton, një Dinamo që fiton. Enea Jorgji e mbyll këtu dhe Beari do të shkojmë në publicitet, por fillimisht do doja një fjalit shkurtër për këtë finale dhe atë që Dinamo duroi përballë Gnatias. Alban, plotësisht e merituar nga Dinamo për çka prodhoi këtë ndeshje. Shifrat që ti përmende e vërtetojnë plotësisht që Dinamo e meritoi dhe stërmeritoi këtë. Me një pjesë të parë që vuajti cinizmin e Gnatias, por që asnjëherë nuk e humbi kontrollin e lojës dhe për të ardhur në pjesën e dytë në ato tranzicione të shpejta me efikasitetin e sulmeve të saj, arriti të jo vetëm barazoj, por edhe të kaloj në avantazh dhe ta meritoi këtë Superkup. Ishte qershia mbi tort për lojën e Kevin Qefalis dhe dy fjalë për Gnatian. Në gjykimin tim ka bërë një ndeshje të mirë pjesën e parë, në pjesën e dytë nuk funksionuan ndërimet dhe nuk pati mundësi të shprete atë që ajo ka kapacitet të bëjë. Festa është legjitime për kryeqytetasit, për Dinamon, për skuadrën e Ilir Dajës. 12 trofe të fituar në karrierë për teknikun kryeqytetas. Ky sotmi ishte i 12 në numër dhe i merituar për atë që ka prodhuar Dinamo e tij, për lodrën e tij që e kurdis në mënyrën që ai mendon dhe ajo funksionon pavarësisht kundërshtarit që ka përballë. Dhe sot e tregoi, besoi edhe pse u gjen në vështirësi në momentet e fillimit të ndeshjes, por në fund triumfoi dhe është e drejtë kjo festë, të gjithë ja dedikojnë pikërisht teknikut këtë fitore. Ruçi zhbllokoi shifrat në minutën e 90 dha avantazhin e Gnatias, në të 54 barazoi Devi Bregu, në të 59 gjeti golin e dytë për skuadrën e Dinamos Nani dhe vullosi gjithçka në minutën e 57-s. Kevin Qefalia me 11 metrash dhe fitore 3-1 të skuadrës kryeqytetase në edicionin e 32 të Superkupës së Shqipërisë. E treta Superkupë për Dinamo në historinë e saj, ndërkohë që Gnatia nuk arrit të përsërisë atë që bëri një vit më parë. Miq, do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të kthehemi sërish me ceremoninë së bashku me Ardi Beari.